Familjarët e Iglit ofendojnë keq opinionistët e Big Brother VIP, fala bëjuni atyre, çfarë ndodhi? Igli Tako vazhdon të jetë një nga personazhet më të diskutuara në Big Brother VIP Albania 4, duke u përballur me kritika të shumta nga publiku, por edhe opinionistët për mënyrën se si po e luan lojën pas këtij rikthimi. Në mesin e kritikëve të saj janë edhe opinionistët e Big Brother VIP Fan Club Shqip Hysena e Ronaldo Sharka, të cilët shpesh herë komentojnë negativisht Iglin, e madje sipas ndjekësve edhe pa argumenta të forta. E jo vetëm kaq, pasi edhe në studio ajo ka marrë komente nga më negative nga Neda Balluku dhe Arber Hajdari. Teksa në puntatën e sotme në Fan Club, në një lidhje telefonike u përfshi dhe Giulia Todhe, kunati i Iglit, që ka ndarë mendimin për rikthimin e saj në lojë. Theksoi se Igli ka ndryshuar strategji dhe tani po luan me mendje, duke i lënë emocionet me njanë. Megjithatë, ajo që vuri vëmendjen ishte komenti ironik në fund të bisedës. Përpara se të mbyllte telefonatën, ajo u drejtua moderatores Heidit me një pyetje të thjeshtë: "A jemi live?" E më pas shtoi me ironi: "Të fala atyre që flasin për Iglin." Teksa kjo deklaratë ironizuese ishte një mesazh i drejtë për drejtë për opinionistët e të gjithë kritikët e Iglit. Ndërkaq nga ana tjetër, kunati i Iglit ka sqaruar edhe shumë çështje, ndër të tjera më i përmendur i këtë kohë edhe i të dashurit të supozuar nga Gert Ferra të Iglit. Ai tregoi se e njeh personalisht Marion, për të cilin bëhet fjalë, por në të vërtetë është një mik edhe i tij. Ai tha se Igli me të punojnë në një palestër, por nuk mundet që shoqërinë ta bësh dashnor, siç po bëjnë disa në emisione televizive. U shpreh kunati, teksa sa për hyrjen në natën e parë, Giulia tregoi: "Në të vërtetë nuk ka qenë Mario që e ka shoqëruar ditën e parë, kam qenë unë me bashorten. Kështu që u them njerëzve të mos merren me thashe theme", ironizoi ai Gert Ferrën, teksa e përfundoi me kaq.